Në muajt e parë të vitit 2025 në qarkun e Gjirokastrës janë mundësuar rreth 130 ndërmjetësime për punësim të rinjve, kryesisht në sektorin e turizmit. Grupmoshat që kanë përfituar variojnë nga 16 deri në 29 vjeç, ndërkohë që aktualisht pranë zyrave të punës janë të regjistruar rreth 500 të rinj si punkërkues të papunë. Në muajt e parë të vitit 2025 kemi gati 134 ndërmjetësime, nga të cilat mbi 30 janë vetëm në fushën e turizmit, akomodimit, ushqimit apo edhe gujë turistike, një sektor i cili ka lindur së fundmi edhe po ecën në mënyrë të suksesshme. Në këtë sektor më tepër janë pjesa e moshës 16-29, pra është kjo moshë e re e cila kërkon që të eksperimentoj fushën e turizmit, duke qenë edhe një fushë atraktive për të rinjt, kështu që kjo fash moshe është që e preferon më tepër. Ne kemi të regjistruar në zyrat e punës gati 500 persona, të cilët janë të rinj në këtë fash moshe. Në vëmendje të zyrave të punës mbetet jo vetëm ndërmjetësimi për punësim, por edhe orientimi profesional i të rinjve, sidomos në periudhën e sezonit turistik ku kërkesa për fuqi punëtore është në rritje. Ftojmë të gjithë të rinjt në këtë moshë që të vinë të regjistrohen dhe pse jo të shikojnë të gjitha këto vendet vakante që janë në fushën e turizmit dhe që janë momentale. Kemi vende vakante dhe tani jemi në pikun e sezonit turistik, kështu që ky numër do vi duke u rritur. Momenti kryesor është qershor korik, i cili numri vjen duke u rritur për shkakun e kërkesave që ka nga punëdhënës të ndryshëm për vende vakante që ata kanë të lira. Dhe nevoja për staf është në rritje. Institucionet e punësimit po përpiqen të përfshin sa më shumë të rinj në tregun e punës, duke e parë këtë si një mundësi për zhvillim ekonomik dhe për të frenuar largimin e tyre nga vendi.